Pas më shumë se 4 dekadash, qyteti i Beratit rikthehet si mikpritës i një eventi madhor sportiv, kampionati kombëtar i mundjes greko-romake për grup moshat U15 dhe U17. Ky aktivitet u zhvillua me pjesëmarrjen e 8 ekipeve nga e gjithë Shqipëria dhe u mirëprit me entuziazëm të madh nga sportdashësit beratas. Ekipi i mundjes Tomori mori pjesë me 12 sportistë në të dyja grup moshat dhe arriti një sukses të rëndësishëm, duke u renditur në vendin e parë në grup moshën U17 dhe në vendin e tretë në U15, një arritje që dëshmon për nivelin në rritje të këtij sporti në Berat. Trajneri i skuadrës beratase Olti Dyshniku shpreh se rezultatet ishin të pritshme, si rrjedhoi një stërvitje intensive, disiplinës dhe angazhimit të vazhdueshëm të mundësve të rinj. Sot në qytetin e Tomorit po zhvillohet Kupa e Shqipërisë në moshat U17 dhe U15 për stilin greko-romak, sot mbas 30 vitesh. Kjo është një shenjë mirë për zhvillimin e sportit të mundjes në qytetin e Tomorit. Ju urojmë sukses ekipit të Tomorit dhe gjithë ekipeve tjera që të arrijnë rezultate sa më të larta dhe ta zhvillojnë sportin e mundjes në qytetin e tyre. Sukses sporti i mundjes është një sport burror ku dhe zhvillon fëmijët dhe i jep aftësinë atyre për gjithë llojet e sporteve tjera. Gjithashtu, ju uroj suksese të gjithë ekipeve.